me dhunë, por nuk mbahet pushteti me dhunë, e keni gabim, nuk keni për t'ja dalë, nuk e mbani do të me dhunë. Fati Edi Ramës është vendosur. Edi Rama ose do përfundoj në Burg, ose do përfundoj në Arati. Do t'a shikoni. Do thoni ju e pamundur. Jo, me nuk shfar e pamundur. Nuk është e pamundur, se dhe për Jon Velia me ndoni se është e pamundur. Por vajta në arrestua në zyrën e ti. Ka 2 vjet në Burg. 2 vjet në Burg i akuzuar për korupcion. Po për Belindën, kush e pristë për Belindën? Belindën e konsideroni e paprekshme. Nuk ka më të paprekshëm. Nuk ka më të paprekshëm. Tani ju keni 2 mundësi. Ose të bëni me njerëzit, të gjoni njerëzit, ose të vazhdoni të mbroni Edi Ramën, të mbroni korupcionin. Unë e di se çfarë do vendosi, se ju nuk keni të lirë në fakt. Nuk ka si të jetë ndryshe. Ju nuk keni të lirë. Sepse ju jeni pjesë e korupcionit të kësaj magjorance. Jeni të zhytur në korupcion. Prandaj nuk dini dot para njerëzve. Prandaj duhet të blindojeni këtu. Prandaj e vetmja gjë që u mbetet është të sulmoni protestuesit nga mëngjesi dhe në darkë. 2 muaj protesta. Su bën përshtypje fare. Hyn këtu sikur s'ka ndodhur asgjë. Su intereson fare. Keni taulanti në krye. Faleminderit. Urdhro? Baroj kohë, çfarë të bëjmë? Ishte drejta juaj të flisni pyetjet. Kalojmë në urdhro? Urdhro? Ja u dhash pra kohën 10 minuta pra të e kishit. Do votohet pra. Do votohet. Po. Kalojmë në procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me karton. Hedhim në votim kërkesën për zhvillimin e pyetjeve. Pro, kundër, abstenim. I lexova, nuk e kishit mendjen në mësim. Pro, kundër, abstenim. Kush është pro zhvillimit të seancës pyetje përgjigje me kryeministrin për temat që përmendëm? Kush është kundër? 16 pro. 25 pro. Sa? 73. 76 kundër. Kërkesa nuk miratohet. Abstenime nuk ka. Ju njoftojmë se me kërkesë të Këshillit Ministrave dhe me shkresën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mbështetje të nenit 83.2 e Kushtetutës dhe nenit 28.1 e Rregullores së Kuvendit, kanë depozituar kërkesën për shqyrtime e procedurë të përshpejtuar të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes SUAS direkte ndërmjet Republikës Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, DSCA, në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak, FMF, si dhe shqyrtimin e këtij projektligji në seancë plenare sot në datën 27 korrik 2026 në orën 15:00. Për shkak të rëndësisë edhe karakterit veçantë të kësaj marrëveshje, si dhe nevojës për hyrjen e tij në fuqi në kohë për të garantuar zbatimin e objektivave që synon. Në bazë të nenit 28 rregullores, projektligji njoftohet në seancë plenare më të parë, do të dëgjohet, e cila është sot, do të dëgjohet një folës pro dhe një folës kundër, por jo më shumë se 10 minuta. Kush do të flasë pro? Zoti Taulant Balla. Jemi në proces të votimit, ju lutem. Zoti Balla. Ky është procesi i votimit. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Shqipërisë, vim sot në këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonja Zotrin, dashur qytetarë shqiptar, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon
fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiar. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jonë e përbashkët ka një angazhim të shtuar në rritje të konsiderueshme të investimeve në mbrojtje. Buxheti për mbrojtjen është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 69.2 miliard lek në vitin 2026. 3 herë më shumë, ndërkohë që Shqipëria mbështet objektivin e ri të aleancës për të arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe sigurinë me Partinë Socialiste në qeverisje deri në vitin 2035, duke dëshmuar se mbrojtja dhe siguria janë prioritetet tona strategjike. Vetëm javën e kaluar, me aktin normativ, kemi rritur shpenzimet e mbrojtjes me 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Vendimi për organizimin e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë është një vlerësim i një rëndësie strategjike për Shqipërinë dhe rolin e saj gjithnjë e më të madh në aleancë. NATO po hyn në një fazë të re zhvillimi, të njohur si NATO 3.0, dhe se Shqipëria po përgatitet për t'ju përgjigjur kësaj sfide dhe këtij realiteti përmes rritjes së kapaciteteve mbrojtëse dhe investimeve strategjike. Shqipëria ka hyrë tani më në një trajektore të re besueshmërie dhe rritje të investimeve në mbrojtje. Siç e thash, sot jemi 2.6%, në 2035 do të jemi 5% të prodhimit brendshëm bruto dhe këto investime përfaqësojnë një investim të drejtë për drejtë për sigurinë kombëtare, stabilitetin e vendit dhe përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë si një antar i NATO-s. Shqipëria vlerëson thellësisht leadershipin dhe mbështetjen e vazhdueshme të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, të presidentit Donald Trump dhe mbetet përkushtuar ndaj përgjegjësive të saj si një aleate e besueshme në NATO, duke kontribuar për aleancën e cila do të jetë më e fortë, më e sigurt dhe sigurisht më kompakte. Gjithashtu, në këtë frym konfirmohet se Shqipëria shihet sot si një aleate e besueshme, një faktor stabiliteti në rajon dhe një kontribuese serioze për sigurinë kolektive. Pikërisht në këtë frym, pra, zonja e zotërinj, dashur qytetar shqiptar, vjen sot një marrëveshje për ratifikim në një vlerë prej $302 milion amerikan. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime të mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë të përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet, me mundësi periudhe grace deri në 1 vit. Marrëveshja jep Shqipërisë të drejtën të kryej parapagime, penalitete duke ruajtur fleksibilitetin në administrimin e borxhit publik. Çdo përdorim i fondeve do të miratohet dhe monitorohet nga Agjencia Amerikane për Bashkëpunimin në Sigurinë e Mbrojtjes, duke garantuar transparencë të plotë për përdorimin e kësaj kredie. Zonja e zotërinj deputet, dashur
qytetarë shqiptar, motra dhe vëllezër. Nga këndvështrimi i financave publike, kjo është një marrëveshje ndërtuar mbi parime të plota të përgjegjshmërisë fiskale. Disbursimi realizohet vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik.